Drejtori i Institutit Kiprej de Lulzim Peci ka vlerësuar se qeveria e Kurti nuk do të kishte pasur sukses në veri pa veprimet e listës serbe. Peci tha se dorëheqjet e policëve gjyqtar dhe prokuror dhe tërheqja e strukturave serbe nga institucionet kanë qenë një dhuratë politike për vetëvendosjen, duke i hapur rrugën një prezencë më të thellë të saj në veri. Në situatën politike që jemi dhe duke patur parasysh qeverinë e qeverisjes Kurti 2, unë mendoj se Kurti dhe kësaj qeverisje dhuratën më të mirë ja ka bërë lista srpska. Me dorëheqjen e tyre nga komunat me tërheqjen e pjesëtarëve të tyre nga policia e Kosovës, ja mundësoi Kurtit të hyjë në veri thellësisht dhe mandej ta sheh këtë si një sukses të madh të vetin, se përndryshe nuk besoj që në sferat e tjera ka mundur të tregojë diçka. Nuk shoh asnjë rezultat të prekshëm, por vetëm trend negativ, ka thënë Peci. Ai ka ngritur shqetësimet për situatën politike në vend, duke thënë se ajo po shkon drejt përkeqësimit, ndërsa kryeministri Albin Kurti po forcon pushtetin e tij. Peci theksoi se Kurti po udhëheq lojën politike në mënyrë të njëanshme, duke shfrytëzuar të gjitha resurset shtetërore, ndërkohë që opozita nuk po arrin ta kuptojë këtë strategji. Nuk jam duke parë dritë në fund të tunelit, sa më shumë që zgjat kjo gjendje, për Kosovën do të jetë më keq, për Kurtin më mirë, sepse i ka të gjitha resurset e vendit në dorë. Lojën politike është duke udhëhequr Kurti. Këtë lojë nuk e di se sa e ka kuptuar opozita, ka thënë ndër të tjerash Peci.